Miq, duke lutur Zotin që të ketë qenë dhe kjo një ditë e pranuar tek ai me vepra të shumta, një ditë e begatë. Ju ftoj që të qëndrojmë së bashku në disa minuta në vijim për të folur mbi syfajsinë, disa rregulla se si të ruhemi nga syfajsia, një sëmundje e zemrës, e cila detyrimisht duhet të shërohet mbi të gjitha në këtë muaj, të cilin e kemi konsideruar dhe muaj i shërimit. Për të folur mbi rrezikun e syfajsisë dhe disa rregulla se si duhet të kujdesemi rreth saj, kemi sot kënaqësinë të kemi shpjegimet e hoxhit nderuar hoxhëve ton Bunjak. Hoxh mirë se vini. Mirë, profesor. Hoxh, nëse flasim për syfajsinë, kuptohet që është e kundërta e sinqeritetit. Përse sinqeriteti konsiderohet si rregull themelor në jetën dhe përditshmërinë e besimtarit? Atëherë bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ju falenderoj edhe një herë për ftesën, e lut Allahun e Madhreshëm që të na pranojë ibadetet tona dhe çdo adhurim që e bëjmë këtë muaj të bekuar. Zoti i Madhreshëm e ka bërë shumë të rëndësishëm sinqeritetin e veprës për shkak se prej sinqeritetit varet vlera e veprës dhe nuk ka mundësi me u vlerësu vepra e cila nuk ka sinqeritet. Dhe ajo vepër e cila shoqërohet me sinqeritetin dhe niyetin e pastërt, ajo e ka vlerën dhe shpërblimin që Zoti i Madhreshëm ja ka përcaktuar. Ndërsa nëse nuk shoqërohet me niyetin dhe sinqeritetin e saj, atëherë nuk e ka vlerën e kryerjes së saj. Për shkak se Zoti i Madhreshëm shumë të qartë e ka bërë në Kur'an, thot Zoti i Madhreshëm: "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-din." Thot unë nuk i kam urdhëruar për gjë tjetër përveç se ata të më adhurojnë mua me një sinqeritet të plotë. Dhe vetë pejgamberi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka bërë shumë të qartë se çdo vepër innamal a'malu binniyat, çdo vepër kushtëzohet me sinqeritet, me niyet. Pra veprat shpërblehen sipas qëllimit, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj vlerësimi i veprës pra bëhet me niyet. Andaj njeriu nuk ka llogari që ta bëj lodhjen e të mos shpërblehet dhe të mos i vlerësohet puna e tij, andaj lidhet ngushtë pra vepra dhe shpërblimi i saj me sinqeritet. Pra nuk ka llogari, nuk ka logjik që ta bëjmë një vepër të madhe, siç mund të jetë agjërimi, siç mund të jetë namazi ose haxhi, umra apo bamirësia, dhe këtë vetëm për disa like dhe disa pëlqime të njerëzve, ndërkohë që mund të shpërblet në mënyrë të jashtëzakonshme nga Zoti nëse është e pranuar. Kur i shohim shpërblimet e mëdha që Zoti i Madhreshëm i ka përmendur, është me të vërtetë humbje e madhe nëse nuk ja shoqërojmë sinqeritetin për të fituar ato shpërblime, ndërsa i kërkojmë lavdrimet e njerëzve kundrejt lavdrimit të Zotit dhe shpërblimeve të Zotit që i ka përgatitur. E këto lavdrime të njerëzve normalisht se janë të dashura për zemrën e njeriut, mirë po nuk duhen të jenë shkak i veprës asnjëherë, për shkak se syfatësia është adhurim i dyftyrësisë. Syfatësia domethënë është adhurimi atyre të cilët nuk e adhurojnë Zotin e Madhreshëm, ndërsa sinqeriteti është adhurim i njerëzve të sinqertë, të cilët e besojnë Zotin e Madhreshëm dhe si të tillë domethënë presin shpërblimin tek Allahu i Madhreshëm dhe jo te dikush tjetër. Pra, çdo besimtar duhet të ketë një kthjellësi, një qartësi të qëllimit përse po e bën një vepër. Po si duhet ta mbaj këtë vetë kontroll në mënyrë të vazhdueshme edhe gjatë veprës, po edhe pas kryerjes së saj? Është shumë e rëndësishme që njeriu të kujdeset për sinqeritetin e tij para veprës, që në mënyrë që domosdoshmë mos të kërkoj krenarin ose të krenohet me të dhe të konsideroj veten si domosdoshmë me përsi ndaj njerëzve përmes kësaj vepre, dhe në anën tjetër pas veprës të kujdeset që të mos ndikoj lavdrimi i njerëzve ose të mos insistoj në lavdrimin e njerëzve, sepse kjo shumë lehtë mundet me shfuqizu veprën, siç thot Allahu i Madhreshëm: "Ya ayyuhalladhina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha." O ju që keni besuar, mos i shfuqizoni punët e juaja të mira, në këtë rast sadakën, Zoti i Madhreshëm e përmend, mos e shfuqizoni sadakën, mos e shkatroni sadakën tuaj duke kërkuar lavdërim,
dhe po ashtu duke i nënçmuar të tjerët. Është për qëllim pra kur dëshiron ti përmes sadakës që ti nënçmosh të tjerët, kënë se unë i kam ndihmuar dhe unë jam me përsi ndaj atij, Allahu i Madhërisht po thotë se kjo e shfuqizon sadakën. Andaj Zoti ju bën thirrje besimtarëve asnjëherë mos e shfuqizoni veprën tuaj duke kërkuar lavdërim dhe nënçmim të tjerëve, kalladhi yunfiqu malahu ri'a an-nas. Për shkak se këtë e bën vetëm ai i cili e jep pasurinë e tij në mënyrë që ta shohin njerëzit dhe të kërkojë lavdërimin e tyre. Besimtari në këto ditë veçanërisht inkurajohet që të bëjë sa më tepër dhikr, pra ta përmend Zotin, ta falenderojë Zotin, ta lartësojë Zotin. A e ruan dhikri zemrën e besimtarit nga syfajësia? Patjetër, për shkak se përderisa besimtari e kujton Zotin e Madhërisht, duhet që në zemrën e tij të kujtohet se me të vërtetë kjo vepër është për atë dhe nuk është për krijesat. Andaj vrehet shumë kujdesi i Zotit Madhërisht në çdo ibadet që t'ja rikujtojë njeriu sinqeritetin me Zotin. Po marrim për shembull namazin, Zoti Madhërisht e përmend dhikrin, përmendjen e Allahut shumë shpesh brenda në namaz, në mënyrë që njeriu të mos shpërqendrohet nga sinqeriteti, nga kujtimi me zemër kundrejt atij i cili i është drejtuar, pra Allahut Madhërisht. Ne fillojmë namazin duke thënë Allahu Ekber, Zoti është më i madh, Allahu është më i madh. Dhe kjo zemrën e besimtarit duhet të jetë si një rikujtim që të largohet çdo lloj syfaqësie dhe të rikthehet sinqeriteti tek Allahu i Madhërisht, për shkak se Allahu është më i madh se sa i preokupimi yt para namazit. Pastaj njeriu mundet me largu koncentrimin e tij, me u shpërqendru në namaz dhe me fillu me mendu diçka tjetër. Prap Zoti i Madhërisht është i kujdesshëm dhe ja ka bërë pjesë të namazit të thot prap Allahu Akbar, Zoti është më i madh se sa ky preokupim që e ke. Andaj riktheje sinqeritetin tënd dhe riktheje fokusin tënd për shkak se je para Zotit Madhërisht. Pra Zoti është më i madh se sa ai preokupim që e ke dhe ky është dhikri më i shpeshtë që e bën besimtari. Andaj kur njeriu mendon fjalën Allahu Akbar dhe kuptimin e saj, Allahu është më i madh, duhet që kjo fjalë të ja ushqejë sinqeritetin e tij dhe të kujtoj se çdo gjë që ai preokupohet pranë namazit ose jashtë namazit, gjatë Ramazanit ose jashtë Ramazanit, çdo gjë që preokupohet me të është më pak e vlefshme se sa Allahu i Madhërisht. Allahu është më i madh. Andaj Zoti i Madhërisht e ka përdorur këtë dhikr. Allahu Akbar në kuptimi sakt i kësaj fjale është Allahu është më i madh. Nuk është pra fjala në gjuhën arabe Allahul Akbar, Allahu është më i madh. Është përkthim jo adekuat. Përkthimi adekuat është Allahu është më i madh. Pse Zoti i Madhërisht e ka përdorur këtë term në mënyrë që besimtari me çfarëdo që preokupohet të jetë kjo përgjigje. Allahu është më i madh se sa ky preokupim. Allahu është më i madh se sa preokupimi tjetër. Andaj ky është dhikri më i shpeshtë dhe pra ky është rezultati që njeriu nëse përmend sa më shpesh Zotin e Madhërisht, i rikujtohet se Zoti është më i madh, më i rëndësishëm, andaj të kthehet sinqeriteti i tij dhe ta pastroj veprën e tij në mënyrë që të shpërblehet. Shpesh adhurimet e besimtarit janë publike, pra shkuarja në xhami është publike, mësimi i Kuranit, thënia fjalëve të mira, bërja e shumë veprave të mira janë në mënyrë publike dhe mund të përfshihen nga shikimet, nga vlerësimet apo vërejtjet e njerëzve, çka mund të ndikojë tek cilësia e sinqeritetit. A duhet që besimtari të ketë disa vepra, nëse mund të themi kështu, sekrete, që nuk i di njeri, për të kultivuar të pjesën e sinqeritetit dhe për të ruajtur nga syfaqësia? Sinqeriteti është ndjenjë shumë e fshehtë, nga se edhe besimtari nuk e di sakt gradën e sinqeritetit të tij dhe nuk mundet me ditë asnjëherë derisa ta takojë Zotin e Madhërisht. Andaj Zoti kërkon që përderisa njeriu nuk është i sigurt me sinqeritetin e tij, ta fsheh veprën për shkak se kjo është më afër sinqeritetit. Mundet njeriu me mendu që është shumë i sinqert me agjërimin e tij ose me namazin e tij, mirë po në të vërtetë ajo është një syfaqësi që ai nuk e vëren, ndërsa kur të shkojë tek Zoti do ta sheh që këtë vepër ka kryer me syfaqësi. Thot
Abdullah ibn Mubarak e thot një fjalë shumë të rëndësishme në kontekstin e njetit, thot sa vepra të mëdha zvoglohen dhe nënvlerësohen tek Zoti për shkak të njetit. E sa vepra të vogla do të madhërohen dhe do të rriten para Zotit për shkak të njetit. Pra ka shumë mundësi që të jetë vepra shumë e vogël, mirë po njeti të jetë aq i pastërt saqë Zoti i Madhëshëm do ta konsiderojë atë madhështore. Andaj Zoti i Madhëshëm kërkon që për ta ruajtur këtë sinqeritet, pra si thash më herët, Zoti kujdeset shumë që ne të jemi të sinqert, andaj Zoti kërkon prej neve nga njerëz që ta fshehim veprën tonë në mënyrë që sinqeriteti të jetë sa më i mirë. Thot Allahu i Madhëshëm: In tubdu sadaqati fa ni'ma hi, nëse ju e fshehni sadakën, Zoti shumë shpesh e përmend sadakën si lloj si shembull ose si një simatse e punëve të mira për sinqeritet. Thot Zoti, nëse ju e fshehni sadakën, sa e mirë, nëse ju e jepni sadakën në mënyrë të hapur, sa e mirë është ajo vepër. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Ndërsa nëse ju e fshehni atë dhe u jepni fukarave, domthonë pa u vrejtur, thot ajo është më e mirë për juve. Pra është më e mirë për sinqeritetin tuaj dhe është më e dobishme për vlerësimin që do të bëhet në ditën e gjykimit. Andaj në këtë formë Zoti i Madhërisht kërkon që nganjëherë të fshihen veprat. Nuk duhet gjykuar vepra që nuk është e mirë nëse ajo është publike. Vetë Zoti tha në fillim të ajeti, sa e mirë është ajo vepër e cila është publike, nëse është sadak domthonë është edhe publike, mirë po më e mirë është ajo e cila fshehet në mënyrë që të ruhet sinqeriteti i plotë. Ndërkohë, si ndihmon njohja e dobësisë së vetes? Pra njeriu është një qenie deri diku e luhatshme, me dobësi, me aftësi, inkurajohet, dekurajohet, lakmon. Pra nuk ka një gjendje fikse të qëndrueshme. Si duhet t'i bëjmë një bilanc vetes, të njohim, të identifikojmë ato mangësitë, ato dobësitë dhe me këto dobësi më pas të përballojmë edhe rrezikun e syfajsisë. Është shumë me rëndësi që njeriu të mos e konsiderojë veten se ka arritur në një gradë shumë të kënaqshme, për shkak se kjo nuk e ushqen sinqeritetin, kjo ushqen syfaqësinë, e cila i shkatron veprat. Njeriu nëse konsideron vetveten se ka arritur gradën e mjaftueshme karshi Zotit Madhërisëm, atëherë kjo është një shenjë e dyftërsisë ose syfaqësisë e që kjo i shkatron veprat, ndërsa kërkohet prej besimtarit që gjithmonë të jetë kokë ulur para Zotit Madhërisëm dhe ta sheh dobësinë e tij dhe ta shfaq dobësinë e tij para Zotit. Për shkak se ai është realiteti në fakt i besimtarit. Nuk është realiteti i besimtarit që të jetë mendje madh para Zotit për shkak se karshi gjitha këtyre mirësive që i kemi, sado që të jetë ibadeti jon, adhurimi jon në grada të larta, prap nuk kemi arsye që të ndjehemi mendjemdhënë ose të konsiderojmë vetveten tonë se kemi arritur në një gradë të kënaqshme. Andaj njeriu është i dobët gjithmonë, sado që ai kryen adhurim, dhe është shumë e rëndësishme që ta sheh këtë dobësi, për shkak se edhe vetë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, njeriu që bënte ibadet më shumë të adhuronte Zotin më së miri, ai shehte veten e tij si të dobët para Zotit. Dhe po ashtu të gjithë pejgamberët. Pejgamberi jon pra Muhamedi sallallahu alaihi wasallam gjithmonë e lutte Allahun e Madhërisëm, ja muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik, o rrotullues i zemrave, forcoje zemrën time në fen tënde. Ndërsa ne nganjëherë mendojmë se zemra jonë është e forcuar mjaftueshëm në fe. E ai ishte më i miri praktikant i fesë, më i miri ai i cili e praktikonte fenë dhe ishte më i dashuri për Zotin, por prapse kërkesa e tij ishte vazhdueshme që ta forcoj fetarinë e tij, zemrën e tij, dhe kjo e shfaqte dobësinë e tij, e këtë dobësi do të më shfaqë secili njeri, secili besimtar. Për shkak se ne jemi në grada shumë më të ulta se sa pejgamberi alayhis salam, veprat tona janë shumë më të mangëta se sa veprat e tij, andaj duhet ta shohim veten të dobët. Andaj, nëse më lejon, dobësia e njeriu shpesh vrehet ose mundet me e shfaq dobësinë e tij kur ai shoqërohet me ata të cilët janë në grada më të larta se sa ai. Dhe kur ai e sheh dhe e merr për shembull një njeri i cili ka më shumë të mira dhe më shumë punë dhe arritshmëri fetare se sa ai vet.
ndërsa kur ai shoqërohet ose krahason vetveten e tij me ata të cilët janë më të dobët se sa ai, atëherë gjithmonë ai e sheh veten superior dhe nuk e sheh dobësinë e tij. Andaj njeriu duhet ta shikojë dhe duhet të shoqërohet me ata të cilët janë më të mirë se sa ai, më fetar dhe ata të cilët janë më të afërt me Zotin se sa ai njeri, në mënyrë që gjithmonë ta sheh dobësinë e vet për shkak se kjo ndihmon në sinqeritetin e tij. Ndërkohë, lutja është një armë që besimtari e përdor në çdo situatë vështirësie dhe dobësie dhe çdo vepër pra individi besimtari përballë veprës së tij shpesh është i dobët sepse mund ta kthejë nga një vepër për hatër të Zotit në vepër për tu lavdëruar. Si ndihmon lutja për mbrojtjen nga syfajësia në zemrën e besimtarit? Këtë praktikë bën të gjithmonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në çdo mëngjes, lutë Zotin e Madhërisëm, o Zot, më ndihmo që unë të mos shoqëroj ty asnjëherë, dhe kërkonte që zemra e tij të pastrohet nga çdo lloj shoqërimi, shirku, që quhet domon terminologjinë fetare, është për qëllim të ketë një sinqeritet të plot me Zotin e Madhërisëm. Dhe me të vërtetë këtë lutje pejgamberi sallallahu alajhi wasallam bënte çdo mëngjes. Dhe kjo tregon për rëndësinë e lutjes dhe rëndësinë e dobësisë që ne e shfaqim para Zotit të Madhërisëm. Andaj nuk ka sukses nëse Zoti i Madhërisëm nuk dëshiron për neve sukses. E që në këtë rast, pra lutja është shumë rëndësishme dhe lutja ndoshta nganjëherë është çelësi kryesor dhe lehtësim nga ana e Allahut të Madhërisëm që ja lehtëson robët të shtojë gradën e tij të sinqeritetit, ndërsa nëse don Zoti i Madhërisëm që dikush të mos e ketë këtë petk që i nvishet besimtarve, atëherë është vështirë të arrihet nëse Zoti nuk e lejon që ta vesh këtë petkë të sinqeritetit. Andaj ne gjithmonë do ta lutem Zotin e Madhërisëm që të na e vesh petkun e sinqeritetit dhe të na lehtësoj sinqeritetin, për shkak se siç thash edhe më herët, asnjëherë ne nuk jemi të sigurt për ibadetet që i kemi bërë. Asnjëherë nuk mundemi me garantu se sot ditën që agjërova e kam pasur sinqert për hir të Zotit. Andaj njeriu gjithmonë kërkon mbrojtje nga ai i cili e din sakt se sa është grada e sinqeritetit në zemrën tonë. Në leximin e Kuranit, në hadithet e profetit Muhammed alayhis salam, ahireti, bota tjetër, xheneti, xhehenemi përsëritet në mënyrë të vazhdueshme dhe besimtari kërkohet që ahiretin ta inkuadrojë në përditshmërinë e tij dhe veçanërisht në këto ditë siç janë ditët e Ramazanit, besimtari është më i lidhur me ahiretin. Si ndikon lidhja me ahiretin, inkuadrimi në përditshmërinë e tij edhe në raport me sinqeritetin dhe mbrojtjen nga syfajësia? Natyra e njeriu është që për çdo punë të mirë që e bën të kërkojë shpërblim. Dhe Zoti për ta mbushur këtë kërkesë njerëzore ka treguar, edhe pse ne nuk mundemi ta paraftyrojmë mirësinë e xhenetit, dhe thuhet aty ku fillon ose aty ku përfundon në të vërtetë, aty ku përfundon imagjinata e njeriut, aty fillon bukuria e xhenetit. Pra Zoti i flet imagjinatës së njeriut, mirë po prapë ndoshta ajo imagjinata më e mirë për xhenetin është fillimi i mirësive të xhenetit. Realiteti është shumë më shumë se sa mund të perceptoj dhe mund të imagjinoj që në njerëzore. E vërtet. Edhe kjo ndihmon njeriu që të kërkojë shpërblim më të madh dhe kur e krahason besimtari shpërblimin që i përmendet në Kur'an dhe në Sunet me lavdërimin e njerëzve, e që shumë shpesh lavdërimet e njerëzve ose mirënjohja e njerëzve gjithmonë është e mangët. Dhe nëse punohet për mirënjohjen e njerëzve, njeriu gjithmonë do të zhgënjehet. E që në këtë rast ahireti dhe mirësitë e xhenetit, po ashtu në anën tjetër kërcënimi që përmendet për ata të cilët nuk janë të kujdesshëm për sinqeritet dhe bëjnë vepra për dikë tjetër, kjo është një ushqim i shpirtit të besimtarit që gjithmonë e ushqen sinqeritetin e tij dhe mundohet që të mos i bëj shirk, të mos i bëj shok Zotit në sinqeritet në zemrën e tij, për shkak se kjo do t'i shfuqizon veprat që ai i bën. Ndërkohë, syfajësia, mungesa e sinqeritetit mund ndodh në çdo moment.
edhe para dhe pas përfundimit të veprës. Po ndërkohë, sa rëndësishme është që të jemi vigjilent edhe gjatë kohës që po e kryejmë një adhurim, po e kryejmë një ibadet. Është shumë e rëndësi që njeriu të mos mashtrohet edhe gjatë kryerjes së ibadetit dhe të kërkoj kënaqësinë e dikujt tjetër përveç kënaqësisë së Allahut. Dhe këtë gjë e ka sqaruar Zoti në Kur'an, thotë walladhina yu'tuna ma ata wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Thotë Allahu i Madhërisht, ata të cilët japin, siç e thashëm më herët, pra merret si shembull si shembulltyr jepja, sadak, domthonë sadaka gjithmonë merret si shembull e veprës të mirë. Thotë ata të cilët japin, ndërsa në njëjtën kohë zemrat e tyre janë të friksuara apo i pranohet ajo vepër apo jo, dhe e rikujtojnë se kanë u rikthy tek Zoti i tyre, ulaika yusari'una fil khairat. Ata janë të tillë që garojnë për punë të mira. Aisha në komentim të këtij ajeti ka thënë se për qëllim nuk janë ata njerëz të cilët nuk punojnë fare, për qëllim janë ata të cilët punojnë, falen, agjërojnë, mirë po punët e tyre duke i kryer kanë frikë se mos nuk po pranohen. Von e shoqërojnë punën me frikë ndaj syfatsisë dhe me kujdes për sinqeritetin. Dhe kështu përcjellin pra të parët tonë, se njëri prej tyre përmend se un kam takuar më shumë se 30 shokë të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe secili prej tyre kishte frikë nga syfatësia. Asnjëri prej tyre pra nuk e ndjente veten të sigurt për sinqeritetin e tij, dhe në këtë formë duke kryer veprën, ata friksoheshin dhe e ndjenin domthonë frikën se mos Zoti nuk po e pranon këtë vepër. Andaj përderisa ekziston frika për sinqeritetin, ka shpresa për sinqeritet. Ndërsa kur ekziston siguria e plotë dhe ai mendimi se njeriu është i qëndrueshëm në sinqeritetin e tij, kjo është shenja e parë e syfatsisë. Mund të ndodhë që Zoti na përdor për vepra ndoshta edhe të mëdha. Dikujt mund të shpëtojmë jetën, dikujt mund të ndryshojmë jetën, dikujt mund ndikojmë në një komunitet të madh dhe këto janë vërtet vepra të rëndësishme dhe të mëdha. Po sa rëndësishme është që të jemi modest edhe kur bëjmë vepra që së paku për të tjerët janë me rëndësi, janë me efekt madhor. Kur e rikujtojmë faktin se ka shumë mundësi që për njerëzit të jetë një gjë shumë madhore, po edhe për ty në syrin tënd të jetë një vepër shumë madhështore, ndërsa sinqeriteti ose niyeti në këtë rast ta bëj atë vepër të pavlefshme, atëherë kjo e shtyn njeriu që të bëhet modest. Dhe e sheh se nuk ka njeriu arsye që të jetë të largoj modestinë nga vetja e tij, për shkak se Zoti i Madhërisht kërkon që njeriu të jetë modest dhe asesi mendjemadh. Mendjemësia është cilësia më e urryer tek Zoti për besimtarin. Nuk ka cilësi që njeriu mvishet me të e që urren Zoti më të madhe se sa mendjemësia. Për shkak se Zoti i Madhërisht e fali Ademin alayhis salam dhe nuk e fali shejtanin, që të dy gabuan. Mirë po nuk e fali shejtanin, e fali Ademin alayhis salam, për shkak se Ademi e pranoi gabimin e tij dhe ishte modest. Dhe tha qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Zoti jon kur e pyeti pra Zoti, pse ti e bëre këtë gabim? Tha o Zoti jon, nëse unë kam bërë zullum vetes dhe nëse ti nuk më fal, atëherë unë do të jem prej të humbërve. Pra është një pranim i dobësisë dhe modesti e plot, edhe pse të mirat e tij ndoshta ishin më të shumta, mirë po një gabim e bëri modest. Andaj pse Zoti nuk e fali pra iblisin, shejtanin e mallkuar, për shkak se kur Zoti e pyeti pse bëre këtë gabim, pra nuk i ron sejdë Ademit alayhis salam, ai u përgjigj dhe tha, unë nuk i rosh sejdë për shkak se unë jam më i mirë se ai. Pra është faqi mendjemësinë dhe për këtë shkak Zoti tha ti je i larguar përgjithmonë nga mëshira ime, e që kjo pra na jep me kuptu se ne duhet që t'i përngjasojmë të parë ai i cili na ka prirë neve me modesti, dhe jo atij i cili
domethënë i ka shfaqur Zotit me mendje masi, dhe çdo mendje masi ngjason me iblisin. Ndërsa çdo modesti ngjason me njeriu i cili na ka prirë neve, i cili ishte pejgamberi i parë për ne, Ademin alayhis salam, dhe ajo vepër e cila shoqërohet me modesti është vepër që shpërblet nga ana e Allahut Madhërisëm, ndërsa ajo vepër e cila shoqërohet me mendje masi është vepër e kufizuar. Më mirë është të shkosh tek Allahu i Madhërisëm me një vepër që ke bërë gabim, më mirë është të shkosh tek Allahu i Madhërisëm me një gabim, me një mëkat i cili të ka përulur, sesa të shkosh me shumë vepra të mira e të mendosh se ke arritur diçka ose të shkosh tek Allahu me ndje madh. Andaj kjo pra jep me kuptu se njeriu duhet t'i kthehet sinqeritetit të tij dhe duhet ta shikojë jetën e tij se apo e kërkon kënaqësinë e Allahut dhe apo largon mendjemasin plotësisht nga zemra e tij, për shkak se pejgamberi sallallahu ka thënë nuk do ta ndi erën e xhenetit ai i cili në zemrën e tij ka sa grimc atomin mendjemasi. Por Zoti shpëlet për të këshilla dhe për këtë bisedë, Zoti nderoft. Faleminderit të ju për ftesën, elos Allahun e Madhërisëm që ju shpërblej për të mira me këto aktivitete dhe të cilat janë të mundimshme në këtë kohë, elos Allahun e Madhërisëm që t'ju shpërblej edhe juve, po ata të cilët i përcjellin juve vazhdimisht. Amin, Zoti ju pranoftë ju. Ndërsa miq, këto ishin dhe minutat e këtij emisioni, folëm për rëndësinë e sinqeritetit dhe kujdesin ndaj syfaqësisë dhe hoxha potencoi se duhet të jemi modest edhe kur bëjmë vepra të mëdha dhe kur bëjmë vepra të vogla, duhet të synojmë vetëm hatrin e Zotit dhe të mos i zhvlerësojmë veprat tona duke synuar pëlqimet dhe duartërkitjet e njerëzve, pasi ato nuk kanë vlerë përballë shpërblimit dhe mundësisë që buron nga Zoti i madhëruar, sepse në fundit edhe kur bëjmë vepra të mira, ajo është një mundësi që Zoti na ka dhënë, kështu që duhet të synojmë vetëm për tij dhe jo për njerëzve. Elusim Zotin që të jenë këshilla dhe orientime që e ndryshojnë zemrën tonë, e pastrojnë zemrën tonë dhe e kthjellojnë besimin tonë. Falenderoj për vëmendjen, miru takosh.